Elton, përshëndes, gjithnjë më tepër Përshëndetje. Shkollat profesionale po bëhen një drejtim apo një zgjedhje më e shpesht. Në këtë rast, cilat janë degët, po themi, më të preferuara? Kjo është e vërtet, duket se tashmë të rinjt janë duke orientuar drejt arsimit profesional, një fakt i tillë pranuar edhe nga drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia në qytetin e Vlorës. Janë disa deg, por mund të themi që ajo që tërheq më tepër të rinjt është elektronika dhe IT-ja, të cilët janë edhe degët më të rëndësishme të cilat kanë tërhequr të rinjt për të studiuar në shkollat profesionale. Padyshim që janë edhe degë të tjera të cilat janë të lidhura kryesisht me tregun e punës apo dhe me ato që çfarë ofron qyteti i Vlorës, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe gjatë periudhave të tjera të vitit. Në komunikimin që patëm me drejtorin e Shkollës Industriale, më është konfirmuar që pikërisht tregu i punës mbetet një nga shkaqet kryesore që ka sjell rritjen e numrit të rinjve drejt arsimit profesional, por nuk është i vetmi. Ndërkohë që gjatë zhvillimit të shkollës, kujtojmë që arsimi profesional është 4 vjeçar, pra gjimnazi është 4 vjeçar, gjatë viteve të shkollës, të paktën pas përfundimit të vitit të parë, nxënësit përveç praktikës kanë mundësinë edhe të punojnë në subjekte të veçanta, duke marrë ndoshta edhe një eksperiencë pune, edhe pse janë duke zhvilluar edhe mësimin profesional në shkollat e tyre, në këtë rast në Shkollën Industriale Pavarësia. Risia për këtë vit është padyshim edhe çelja e një kursi, nëse mund të themi më njëherë, mbas përfundimit të arsimit 4 vjeçar, i cili u jep mundësinë të gjithë të rinjve të cilët mbarojnë pikërisht arsimin profesional të punojnë në sektor të ndryshëm dhe që janë të lidhura kryesisht me investimet kryesore të cilat janë duke implementuar në qytetin e Vlorës dhe që padyshim këto investime kanë bërë që të rritet edhe kërkesa për fuqi punëtore dhe pikërisht për profesionistë. Megjithatë, nëse mund të ndjekim dhe një pjesë intervistës së drejtorit të Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi. Gjatë njëjtës kohë, nxënësi mbaron merr dhe diplomën si gjimnazist, diplomë të maturës shtetërore, me mundësinë e vazhdimit të shkollës së lartë kudo dhe merr dhe certifikatat ku e treta është e barabartë me licencën, pasi nxënësi mund të licencohet të punojë në profesionin përkatës. E dyta është kërkesa e madhe e tregut punës, sidomos në Vlorë. Një kërkesë që unë mendoj se vit pas viti do rritet dhe këto 2-3 vite e para do jetë në 2 fishim e sipër, pasi në qytet ka plane zhvillimore të cilat përputhen të gjitha me drejtimet e shkollës tonë. Dhe arsyeja e tretë është njerëzit, prindërit sidomos, po tashmë po e kuptojnë që të pasurit një profesion është baras me një jetë më të mirë. Kurrikullat janë të evoluara, të përshtatura me zhvillimet e shkencës dhe teknikës dhe të tregut. Gjithashtu brenda një dege ne zgjedhim profile të ndryshme në përshtatje me kërkesat e tregut. Nëse një shembull i thjeshtë, nëse para 10 vjetësh nuk bëj fjalë për panele diellore, sot ne kemi një profil për panele diellore, edhe kështu me radhë për të gjitha profilet. Ne vazhdojmë të kemi 5 degët, mekanikë përgjithshëm, mekanikë automobili, elektroteknik që për mua është një degë prioritare, IT dhe termohidraulik. Duket se gjithnjë më tepër shkollat profesionale po afrohen me tregun e punës. Dua të të pyes, Elton, nëse ka biznese që këto shkolla profesionale në qytetin e Vlorës i shohin si vende ku shkojnë për të tërhequr më pas forcë punëtore? Padyshim që po, dhe mund të themi që në lidhur me atë që përmenda dhe pak më parë, biznese kanë të lidhura, nëse mund të themi, marrëveshje me vetë shkollën, ku nxënësit gjatë zhvillimit të mësimit ose kur përfundojnë vitin shkollor, gjatë kohës së verës punojnë në këto biznese, edhe pse nuk e kanë përfunduar ende arsimin profesional. Pra për të qenë gati që nesër të jenë për tregun e punës, pra të jenë jo vetëm të arsimuar, por edhe në mënyrë profesionale të jenë gati për të përballuar kërkesat që ka tregu i punës në qytetin e Vlorës. Elton Nikat, falenderoj për këtë raportim.